të dy bashkë ashtu siç do bashkohen ashtu do munden, të turpuruar. Ti je sigurt që do të pengoj, po thoja që loja që po bën tani Partia Socialiste duket se kur këtë herë ka seriozisht do ta zgjedh avokatin e popullit, dhe di pse them këtë, sepse kandidat ka dalë Sajmir Bisha, avokati që është shumë afër qeverisë, është avokati i qeverisë nëpër debate televizive, dhe Genta Bungo, që vjen nga institucionet e vettingut, pedagoge e drejtësisë, gjithashtu rilindase e përbetuar, pavarësisht se jo e deklaruar, jo zyrtarisht. Mund të jetë e njëjta lojë edhe në rastin e presidentit, madje unë mendoj, shkoj edhe pak më larg, nisur nga përvoja rumune, ti e di që pati vjet një kandidat, Kalin Georgescu, që i habiti ata, sepse ata nuk e kishin llogaritur në raundin e parë si rrezik, si kërcënim. Po pastaj u mobilizua i gjithë shteti për ta penguar. Shërbimi sekret sa jo një raport fals. Komisioni zgjedhor nuk pranoi ta regjistronte. Gjykata kushtetuese, gjykata supreme tha, ky s'mund të kandidojë thjesht se s'duam ne. Ndërkohë që është provuar përtej çdo dyshimi që ai nuk është financuar nga rusët, që ai nuk ka pasur ndërhyrje të organizatave klandestine, të t'i quajmë në Rumani. Nuk do përsëritet kjo në Shqipëri. Dhe megjithatë, po mirë dakord, po ma thuaj ti ku do ta gjesh ti këtë forcë, sepse Kabala, siç e quhen ti, në Rumani po tregon që ka mbështetjen e BE-s, të pakufizuar, Komisioni Evropian është pro linçimit që po i bëhet Kalin Georgescut. Ishte edhe një Diana Shoshoaka që ju anulloi drejta për të kandiduar, dhe sot ata po tregojnë që duan ta fusin në burg Kalin Georgescun.